Atëherë, është e qartë që nuk ka nevojë që gjendja e Gjanicës të analizohet. Unë mendoj se të gjithë që jemi në këtë panel e kanë të qartë, e shohin se sa e ndotur është Gjanica. Ajo që nuk dim është se cilat janë pasojat e kësaj ndotjeje. Unë nuk e di nëse e kanë të qartë të gjithë që është koha për të bërë diçka për Gjanicën. Ka kaq vite, unë dëgjova zotin Mile, ish kryetari i bashkisë, që ka pasur një projekt për Gjanicën, ka pasur hapa konkret, të cilët kanë mbetur në vend ose le të themi janë anulluar. Sot ne mund të flasim për Gjanicën dhe mund të themi se nuk është bërë asgjë. Gjanica faktikisht ka qenë emergjencë që përpara disa vite për sot në një gjendje emergjente. Angazhimi që ka marrë shoqëria civile dhe ky emision që po bëhet sot në fakt ka ardhur ndoshta për shkak të një angazhimi serioz të shumë palëve, të shumë aktorëve, ka qenë organizues Bashkia Fier, në mos gaboj. Ka qenë vërtet një angazhim serioz që unë besoj se do të sjellë diçka. Sa i takon investimeve apo shumës që ajo i bie të jetë kolosale, unë besoj se nëse do të kishte angazhim serioz, nëse do të kishte pasur angazhim serioz, sot ndoshta do t'i kishim hedhur disa hapa për Gjanicën, dhe ato hapa modeste që përmendi zoti Milaj, që unë mendoj se do të jenë në një farë mënyrë filtra, të cilat ato nuk janë bërë, të cilat nuk do të kushtonin. Faleminderit, zoti Moçaj.